Akademia e Studimeve Politike publikoi sot në Tiranë një strategji të re për të luftuar korrupsionin në dogana. Lufta ndaj korrupsionit është një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian. Ekspertët besojnë se bashkëndrimi i punës në disa institucione do të paksojë më shpejt mitmarrjen dhe korrupsionin në ekonomi dhe në dogana. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Akademia e Studimeve Politike në bashkëpunim me Komisionin Evropian publikuan sot një strategji për uljen dhe parandalimin e korrupsionit në administratën doganore. Studimi u bazua mbi përvojat e vetë punojësve të doganës, platformat më të mira perëndimore dhe në kërkesat e Bashkimit Evropian për të luftuar korrupsionin dhe paligjshmërinë në ekonominë shqiptare. Përfaqësuesi i Akademisë së Studimeve Politike, Erion Tase, thotë se qëllimi është që strategjitë kundër korrupsionit të koordinohen dhe të mos mbeten në letër. Strategjia antikorrupsion të ketë një bashkërendim, sepse shpesh në Shqipëri kemi shumë strategji që nuk janë të bashkërenduara, dhe sigurisht pastaj me qëllimin për të bërë sa më të lehta për të kuptuar nga publiku i gjerë, sepse në radhë parë duhet që publiku të jetë i informuar, i sensibilizuar në mënyrë që të zbatojnë pastaj ato strategji që mos ngelin në letër dhe të bëhen realitet. Raporti i progresit që doli nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë gjatë këtij muaji vlerësoi hapat e hedhur kundër korrupsionit, vullnetin politik dhe kërkoi vazhdimin e kësaj lufte me të njëjtin ritëm. Në të gjitha fushat konkretisht ka përmirësim të indikatorëve të kësaj lufte, por patjetër që mbetet ende shumë punë për të bërë, jo vetëm për të intensifikuar themi bilancin, arritjet në këtë fushë, por edhe për të përmirësuar akoma më tej kuadrin ligjor dhe masat legislative që duhen ndërmarrë, në mënyrë që ky fenomen të jetë problematik identifikuar edhe nga Komisioni Evropian në vite, të mund të minimizohet dhe të mos jetë më pjesë thelbësore e sistemit. Brenda këtij viti, qeveria pritet të miratojë shtrëngimin e rregullave të brendshme në dogana. Studimi zbuloi se zvarritja e procedurave shkakton mitmarrjen nga njëra anë dhe nga ana tjetër largon investimet e huaja. Për të shmangur këtë rrezik, dogana do të standardizojnë manualet e punës me organet tatimore. Pikën tonë më thelbësore kemi integrimin e gjithë sistemit financiar, kryesisht atij doganor, brenda një qarku të përgjithshëm evropian, gjë që bën ndërtimin e një sistemi kontrollues akoma dhe më të mirë, akoma dhe më efikas, sidomos për sa përket pjesës doganore, por sigurisht që pasohet më pas dhe me gjithë pjesën fiskale që vjen në vazhdim. Inkorporimi i gjithë sistemit, shkëmbimi i informacionit bën që sistemi të kontrollojë aq më shumë njeriu dhe jo më e kundërta. Kjo krijon mundësinë realisht uljes së probabilitetit për një korrupsion efektiv. Doganat shqiptare pritet të ndjekin politika të reja në luftën kundër korrupsionit në institucionet e tyre. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është një nga kërkesat kryesore që Bashkimi Evropian i ka drejtuar Shqipërisë edhe pasi u miratua statusi i vendit kandidat. Bashkimi Evropian kërkoi rezultate të qëndrueshme në vazhdimsinë ndaj korrupsionit dhe fshirjen e kulturës së mosndëshkimit të paligjshmërive në dogana, tatime dhe evazion fiskal. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli.